Një 39 vjeçar I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Madrid për trafikim të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, është arrestuar në malësi të madhe nga sektori për kërkimin Fast Albania, në vijim të koordinimit informativ dhe operacional me homologët në Spanjë, me objekt lokalizimi dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Specialistët e sektorit për kërkimin Fast Albania, në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me DVP Shkodër, finalizuan operacionin policor të koduar Fast, si rezultati të cilit u lokalizuan në malësi të madhe dhe u arrestua provizorisht shtetasi me inicialet GH, alias GH, 39 vjeç, lindur në Koplik. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Madrid, pasi autoritetet gjyqësore spanjolle, me vendim të datës 8/7/2026, I kanë caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizatë kriminale, të kryera me qëllim tregtimin e lëndëve narkotike. Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet spanjolle vijon procedurat për ekstradimin e 39 vjeçarit në Spanjë.